hapim seancën plenar. Për gati 2 orë në parlament, opozita ktheu edhe një herë në vëmendje seancën e votimit të qeverisë. Miratimi i procesverbalit. Flamur nuk akuzoi për një takim të mazhorancës me grupe kriminale. Dal një raport i Departamentit Amerikan të shtetit për klimën e investimeve në këtë vend. Aruba, takimi i Arubës është lemeritës. Përgjigjen ia dha në seancë zëvendës kryeministri Belinda Balluku. Ju jeni një parti me një person non grata të shpallur nga Departamenti i Shtetit. Të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba. Në këtë seancë së tretë nuk mungoi as përballja e të rinjve nga radhët e PS-s me ata të PD-s. E kishit mundësinë që të diskutonit për programin dhe ishit ju ata që treguat minimumin e respektit. Po pa na u dhënë mundësia të debatojmë programin qeverisës të partisë tuaj, ky është një precedent shumë i rëndë. Ta sqaroj se si doli më e Ka votuara mundësi të flasur procedurë. Po për atë. Ai ka qenë listë mbyllur dhe nuk i di ai ethet e garës se e ka marrë falas këtë karrige. Mos merr leksione nga Noka dhe nga Bardhi se e para s'di ta bësh, e dyta mirë është mos ta bësh. Pavarësisht kohës së gjatë të diskutimit për procedurë, Kuvendi miratoi kalendarin e punimeve, duke i hapur rrugën nisjes së punës në komisione.